Mes lotëve dhe dhimbjes, i ipët lëmtumira e fundit vllait të Gjestit. Eldion Kelmendi, vetëm 15 vjeçar, dje ka humbur jetën në një aksident me motorin 4 rrotësh me një vetur që është ndeshur. Eldioni ishte vllai i këngëtarit ton Gjestit dhe një herësh fituesi i Big Brother VIP Albania 4. Në varrimin e të ndjerit erdhën shumë të afërm familjar, fansa të Gjestit dhe kolegë të tij nga të dyja Big Brotherat, Big Brother VIP Kosova dhe Big Brother VIP Albania. Mirë po kishte edhe kolegë të këngëtarit, siç ishin Dafina Zeqiri, Yll Lymani dhe shumë të tjerë të njohur, të cilët nuk kishin qenë pjesë e Big Brother, por që kishin ardhur për ta ngushëlluar Gjestin dhe për t'ju gjendur pranë në këto momente të vështira të tij dhe të familjes së tij. Të pranishëm ishin edhe Egli Tako, e cila ishte në një lidhje me Gjestin sa ishin brenda Big Brother VIP Albania 4. Mirë po edhe Gjeneta Fetahu, e cila ishte në lidhje me të sa ishte në Big Brother VIP Kosova. Më pas kanë qenë të pranishëm edhe shumë të tjerë, shumë fytyra publike dhe shumë familjar të këngëtarit Gjesti. Këto pamje që po i shihni janë vërtet të dhimbshme. Gjesti shihet komplet i dërmuar dhe i shkatruar nga dhimbja. Gjithashtu edhe babai i tij shihet shumë i shkatruar nga kjo dhimbje që e ka goditur familjen e tyre. Në këto lloj situatash fjalët janë të tepërta. Neve vetëm mund t'ju lëmë me këto pamje që po i shihni dhe të lutemi që shpirti i të ndjerit të prehet në paqe. Ndërsa Gjestit dhe familjes Kelmendi, nga zemra ju shprehim ngushëllimet tona.